mund të ketë qenë gjua bazë. Dhe këta që kanë ardhur, të ardhurit e rinj që kanë ardhur, sumerët që filluan të kontrollonin jetën në tokën e shkatruar, këta mund ta kenë shpallur si një armik të madh Shqipen. Mirë po megjithatë Shqipja është një framto e madhe që i mund të gjitha gjuhët e tjera dhe ju jep fuqinë e saj dhe burimin e saj, ja u jep duke i furnizuar dhe ato dhe duke i pasuruar. Unë mendoj kështu, u bëra një çik zgjuar se sa duhet të jem fushën e lingvistike. Jo, më pëlqeu shumë mënyra se si e konceptoni, është fiks ashtu si ju thoni. Mua më rezulton nga studimet e mia edhe nga shumë botimet e mia që në fakt Shqipja ka qenë gjuha e përbashkët e para antikitetit. Ta thuash këtë është një deklaratë. Ndoshta para përmbytjes do të ishte më mirë, dhe mendoj unë. Mund të jetë dhe përpara përmbytjes. 13.000 vjet para ka qenë Shqipja, ka qenë gjuha. Se mund ta vërtetojmë që Shqipja vërtet ka qenë gjuha e përbashkët e para antikitetit e të gjithë asaj popullsie. Se e kanë dhe me veshjet këta, më fal. Edhe veshjet shqipe i luftojnë, domethënë i kanë luftuar në mënyrë të tmerrshme të zhdukin ato veshjet e veçanta që kemi pasur ne. Ju e keni parë që një lojtar kur futet në fushë, lojtar futbolli, bën kryqin, ose dikush falet siç falen myslimanët, shqiptarëve u ndalohet të bëjnë simbolin e tyre kombëtar. Është një diskriminim i bërë sot nga Europa, bërja Shqiponjës. Me këtë logjik nuk është se ne diskriminojmë dikë. Është njësoj si ai që bën kryqin, njësoj është dhe ai që bën shqiponjën.